Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me ndihmën e Allahut do të vazhdojmë të hadim dritë mbi historinë më të gjatë të Kuranit, mbi historinë e Musait alayhi salatu wassalam. Musai, ashtu siç të arafën Allahu i lartësuar në Kur'anin famadh, nuk kishte armiq vetëm nga koptasit, por kishte armiq edhe nga mesi i farefisit i tij, nga velu Israil. Një ndër këta ishte Karuni, për të cilën Allahu i lartësuar urdhon dhe thot në surën Al-Qasas: Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Me të vërtetë Karuni ishte nga populli i Musait, por ai u bënte pa drejtësi atyre. Pse? Se thuhet se ky burr ishte ndër taksa mbledhësit e Firaunit, pra i bënte pa drejtësi popullit të tij. Wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Thot Allahu, ne kishim dhënë kaq shumë pasuri. Ne kishim dhënë kaq shumë pasuri sa vetëm qelsat e depullve të pasurive të thesarëve të tij mezi i banin një grup burra të fuqishëm. Megjithatë, në ndarët nga populli i tij, urtakët, la rrefen Allahu i lartësuar se një ditë prej diç i drejtohen duke i thënë: La tafrah, inna Allaha la yuhibbu al-farihin. O Karon, mos u mbaj vetëm, mos u ngazëlle me pasurinë që ke, pasi Allahu nuk i do ata të cilët ngazëllehen me pasuri. E pse vallë? Për faktin se pasuria e vërtet është ajo pasuri e cila nuk zhduket. Edhe pasuria që nuk zhduket është shpërblimi, sevapi, që përfiton besimtari tek Allahu i lartësuar në botën e avshuar. Pasuria e vërtet është pasuria e zemrës, ashtu siç ta tregon profeti sallallahu alaihi wasallam: Innamal ghina ghina al-qalb. Pasuria e vërtet është pasuria e zemrës, pasuria shpirtërore. Madje Allahu i lartësuar në Kur'anin famulart e urdhëron profetit alayhi salatu wassalam duke thënë: Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj Muhammed besimtarëve, thuaj njerëzve se me mirësinë e Allahut edhe me mëshirën e tij, me këto le të ngazëllojnë dhe të gëzohen, sepse janë shumë më mirë se sa ajo të cilën e grumullojnë nga pasuria e kësaj bote. Kush është mirësia e Allahut? Kush është rahmeti i Allahut? Është besimi i drejtë dhe dituria fetare. Me të vërtetë, besimi i drejtë dhe dituria fetare e gjallin zemrës, japin jetë zemrës. Edhe kur zemra është e gjallë, edhe nëse nuk ka shumë pasuri, zotruesi i saj, poseduesi i kësaj zemre, kjo zemër është e kënaqur. Nga ana tjetër, ai person i cili ka zemrën e vdekur, si pasojë e mungesës së besimit dhe mungesës së diturive fetare, edhe nëse ka shumë nga jeta e kësaj bote, nga se ka shumë çka nga pasuritë e dunjas, ndihet i varfër. Edhe diçka tillë e kemi parë shpesh me sytë tonë. Me dorë pra i drejtohet duke thënë: mos u ngazëlle me pasurinë që ke, mbasi Allahu nuk i do ata cilët ngazëllehen me pasuri. Madje e këshilloi me 4 porosi të dhyra, të cilat Allahu i lartësuar i sjell në Kur'anin famullar në surën Al-Qasas, në fundin e surës Qasas, në mënyrë që të marrin mësim ata të cilët kanë mend. I drejtohet me ndarë Karunit pasalikut duke thënë: Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Porosia e parë: me pasurinë me mirësitë që të ka dhënë Allahu i lartësuar, syno të fitosh botën e avshuar. Porosia e dytë: wala tansa nasibaka min ad-dunya, duke mos hamuar hisën që të takon në jetën e kësaj bote. Porosia e tretë: wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, edhe bëju mirë tjerëve ashtu siç bëri Allahu mirësi ty. Wala tabghi al-fasada fi al-ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin, edhe mos syno të përhapësh shturjen edhe shkatrimin tokë, mbasi Allahu i lartësuar nuk i do ata cilët e teprojnë, nuk i do të shturojnë, nuk i do nga trestarës. Çfarë përfituar për kësaj këshille? Çfarë kanë përfituar dietarët, njerëz të urtë, për kësaj këshille të vyer të cilën Allahu Azza wa Jall e sjell në Kur'anin famadh? Së pari, le të jetë synimi i on, le të jetë synimi i besimtarëve, në veçanëri i atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka dhuruar pasuri të madhe, siç ka bërë me Karunin, fitimi i ahiretit,
Fitimi për jetësisë. Pse vallë? Pasi dynjaja është e shkurtër. Masi pasuria e dynjas do të mbesim në dynja. Askush nuk e vër pasurinë në ahiret. Për më tepër, pasuria e ahiretit është e përjetshme. Prandaj Allahu i lartësuar interesant është se kur i nxit njerëzit, kur i nxit besimtarët të kërkojnë mirësitë e dynjas, në mënyrë që të bëjnë jetë mirë, përdor foljen mesha yamshi, ecni edhe kërkoni begatit e Allahut subhanahu wa ta'ala në tokë. Për shembull, Allahu i lartësuar thotë në surën Mulk: "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Allahu i lartësuar ju ka bërë tokën të përdorshme, e ka nënshtruar tokën për të mirën tuaj. Prandaj ecni në viset e tokës edhe kërkoni rrezikun, kërkoni bereqetin e Allahut subhanahu wa ta'ala në mënyrë që arrini një jetë të mirë. Kur Allahu i lartësuar pa na nxit për të kërkuar mirësitë e dynjas, përdor foljen ecni. Ndërsa kur na nxit për të kërkuar mirësitë e ahiretit, nuk përdor me foljen ecni, por se nxitoni, shpejtoni, garoni me njëri tjetrin. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Garoni me njëri tjetrin drejt faljes së Zotit tuaj. Pra garoni me njëri tjetrin që duke bërë vepra të mira, si pasojë e cilave arrini faljen e Allahut dhe shpërblimin e xhenetit, gjërësia e cilit është sa gjërësia e qiellit dhe tokës. U'indat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi, të cilat Allah i ka përgatitur për ata të cilët i besojnë Allahut dhe i besojnë lajmeve të pejgamberëve. Në një tjetër Allahu i lartësuar thotë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Edhe shpejtoni, nxitoni në faljen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra në kryen e veprave të cilat si pasojë e cilave fitojmë faljen e Allahut edhe fitojmë xhenetin, gjërësia të cilit është sa gjërësia e qielleve dhe tokës, i përgatitur për njerëzit që kanë frikën e sfat Zotit, për njerëzit e devotshëm. Për fat keq, shumica e njerëzve i kanë gatruar udhët. Kur bëhet fjalë për çështjet e dynjas, nxitoj, garoj me njëri tjetrin, shpejtoj. Ndërsa kur bëhet fjalë për çështjet e ahiretit, eci. Në fakt, Allahu i lartësuar na porosit kundërta, pasi dynjaja është kalimtare. Për më tepër, pasuritë e dynjas do të mbesin në dynja, ndërsa shpërblimet e ahiretit poseduesi i tyre i merr me vete, e pasojë në jetën e varrit edhe fiton xhenetin si pasojë e mirësisë këtyre veprave të mira ditën e takimit me Allahun sot. Vendarët i japin pra një këshill gjithë përmbledhse. I thojnë mos harro le të jetë synimi jot ahireti, përjetësia. Gjithsesi mos harrosh hisën që të takon në jetën e kësaj bote. Edhe me të vërtetë Islami dallëzit të jemi mesatar. Kjo fe e bekuar është një fe mesatar, e cila nxit njeriu të kërkojë kënaqësi shpirtore, por se të plotësojë edhe kënaqësitë fizike. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e famlar: "Kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq." Thuaj Muhammed, kjo normalisht është një pyetje retorike. Thuaj, kush i ka ndaluar mirësitë, stolit edhe ushqimet e shijshme të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka krijuar jetën e kësaj bote për robërit e tij? Askush. Kul hiya lil ladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Thuaj, thot Allahu i lartësuar, se këto mirësi janë për besimtar, por edhe për jo besimtar në jetën e dunjas, në jetën e kësaj bote, por do të jenë emkas vetëm për besimtarët në ahiret. Islami na nxit të përfitojmë prej të mirave të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përhapur anën mban dunjas, por me një kush: të mos zhytemi në to, të mos e teproj, të mos i tejkalojmë msaqet. Allahu i lartësuar na sjell një porosi shumë të vlefshme për jetën e kësaj bote, në mënyrë që të kalojmë një jetë mirë edhe të përfitojmë shpërblimet e tij në ahiret. Kur përmend Allahu azza wa jalla mirësitë e dunjas, çfarë thot? Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani edhe pini nga mirësitë e Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra,
çoni jetë të mirë në jetën e kësaj bote, wala tusrifu, porse mos e kaloni capën. Sepse me të vërtetë Allahu Azza wa Jall nuk i do të shfrenuarit ata të cilët e kalojnë cakun, zhytën në mirësitë e dunjas duke lënë pas dorë dhe duke harruar ahiretin. A thua vallë se do të jetojnë përgjithmonë në jetën e kësaj bote. Mëdej mendarët i drejtohen Karunit duke thënë: bëj mirë, ashtu siç bëri mirë Allahu ty. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Në të vërtetë, mirëbërja në jetën e kësaj bote është shkak për arritjen e begative në dynja, edhe për shpëtimin ahiret. Pse vallë? Mbasi i Madhi Zot thot: ai i cili bën vepra të mira, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Ata cilët tregohen mirë punues, i sjellin të mira të tjerëve. Duke qenë qofshin burra apo gra, duke qenë besimtar, pra i bëjnë mirë tjetrit me niyet të çiltër, me sinqeritet për hir të Allahut subhanahu wa taala, jo për të arritur lëvdata, jo për të arritur pozitë, jo për të arritur të mirët e kësaj bote. U bëjnë mirë tjerëve për të arritur të mirët e ahiretit, për të arritur shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thotë se falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, që në jetën e kësaj bote do t'u japim jetë mirë. Do t'u japim lumturi shpirtërore. Ndërsa në ahiret do t'i shpërblejmë në bazë të veprave më të mira që kanë punuar. Lumë për ata të cilët tregohen mirëbërës ndaj tjerëve. Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri, ata japin nga pasuria që Allahu ka dhënë. Allahu i ka dhënë dituri, i japin nga dituria që Allahu i ka dhënë. Tregohen mirëbërës. Mundohen me mishë me shpirt fusin mirësi në zemrat e të afërmit të tyre. Mundohen të gëzojnë besimtarin. Ata personat të cilët bëjnë mirë, siç thot populli, gjejnë mirë në jetën e kësaj bote dhe shpërblehen si mos më mirë në ahiret. E përfund, mendarët e mbyllin këshillën e tyre duke thënë: mos e tepro. Mos kërko që nëpërmjet pasurisë tënde të përhapet shfrenimi. Wala tabghi al-fasada fi al-ard. Mos lësh shfrenimin, përhapjen e patërpsive, përhapjen e shturjes, përhapjen e ngatresave në tokë, sepse Allahu nuk i do të shturit. Allahu i lartësuar nuk i do ngatrestarët. Edhe me të vërtetë, i Madhi Zot na lejmëron në Kur'anin famlar se pasanitë në mesin e besimtarëve mundohen natën edhe ditën ta përhapin shturje, përhapin patërpsitë, të largojnë njerëzit nga rruga e drejtë, nga rruga e udhëzimit, nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë, ata asnjëherë nuk do t'i arrijnë qëllimin e tyre. I Madhi Zot, ai i cili ditë ardhmen, thot në Kur'anin famlar: Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Me të vërtetë jo besimtar e shpenzojnë pasurinë e tyre në mënyrë që t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut, nga rruga e drejtë, nga rruga e udhëzimit, nga rruga e mirësisë. Fasayunfiqunaha, ata do të vazhdojnë të shpenzojnë nga pasuria e tyre. Thumma yakunu alayhim hasra, thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Ata do të vazhdojnë të shpenzojnë pasurinë e tyre, t'i devijojnë njerëzit. Megjithatë, thot Allahu i lartësuar se nuk do të përfitojnë tjetër për vetë se trishtim, pikëllim, mbasi nuk kanë për të arritur qëllimin e tyre final. Thumma yughlabun, pastaj thot Allahu i lartësuar, do të humbin, do ta humbim orvatin e tyre për t'i larguar njerëzit nga rruga e drejtë. Pastaj këto në jetën e dunjas do të pikëllohen, pasi nuk i arritën qëllimin. Pasi shpenzuan pasurinë e tyre dhe nuk i arritën qëllimin. Do të mundet herë tha vonë, Allahu i lartësuar e tregon se e vërteta do të triumfojë, ashtu siç triumfon agimi ndaj errësirës së natës, sa do të zgjatet nata. Mandej thot Allahu i lartësuar në botën e amshuar do të mlidhen e do të hidhen të gjithë në zjarrin e xhehenamit për të këshillat, për fesadin që sollen në jetën e dunjas. Me gjithë këshillat dhe vend, me gjithë porositë e vyera, si ja ktheu Karuni lëndarve. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Tha, e gjithë kjo pasuri mu dha si pasojë aftësive të mia, mu dha si pasojë e ditorisë që kisha.
A nuk e dinte i miri se kishte njerëz më të ditur se sa ai, që nuk kishin pasurinë e tij? A nuk e dinte ai se kishte njerëz që përpiqeshin më shumë se sa ai, edhe nuk ka arritur kur një pasuri të tillë? Por Allahu i lartësuar na bën me dije se shumica e njerëzve kur sprovohen me sprovën e pasurisë bien, tregohen me ndjemdhej. Mendojnë se pasuria i bën pa vdekshëm. Edhe në këto momente nuk ja atribuojnë mirësinë e pasurisë Allahut të lartësuar, por se me vetes tyre, forcave tyre. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Me të vërtetë thot Allahu i lartësuar se njeriu i tejkalon limitet, i tejkalon saqet, në shturje, në shfrenim. Kur jepet bollëk, jepet pasuri edhe ndjen të veten të vetë mjaftueshëm. Po çfarë ndodhi me Karuni? Çfarë ndodhi me pasurinë e tij? Për këtë dhe të tjera, billahi tabaraka wa taala do të flasim në bisedën e ardhshme.